Përshëndetje të nderuar miqtë e mia, ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku ditën e sotme në kanalin Monitor TV dhe pikërisht për të folur për Eglitakon. Eglitako, siç duket, sot është në shënjestër për çdo lëvizje, për çdo veprim, po punon me shumë intensitet. Ka qenë shumë aktive këtë kohën e fundit në Instagram, domethënë ka postuar, ka pozuar, ka nxjerr momente të shumta nga jeta e saj profesionale, sepse nga jeta private fatkeqësisht Gjesti edhe Egli kanë përzgjedhur që mos publikojnë, le të themi, asnjë gjë. Dhe pikërisht dua të ndaloj tek projekti i saj i fundit, Baby. Projekti i saj i fundit definitivisht është zbuluar më dhe emri i këtij projekti i titulluar me Baby. Pak minuta më herët në grupin e krijuar në Instagramin e saj, Family, ku Egli sjellën fotografi të ndryshme, informacione rreth ngjarjeve më të fundit të këngëve të projekteve të saj, Egli ka sjellur një grup videosh edhe fotografish gjatë xhirimit të këngës së saj më të re Baby dhe ka publikuar dhe ka bërë të ditur në grup që nesër do të jetë publikimi i kësaj kënge në kanalin zyrtar në YouTube të Eglit. Në një botë ku muzika ndryshon me shpejtësi dhe trendet vinë e ikin si erëra të paparashikueshme, janë disa artistë që zgjedhin të ecin ndryshe. Artistë që nuk ndjekin thjesht valën, por krijojnë një rrjetë të vetën. Një ndër to është edhe Eglitako. Prej kohësh Eglitako është shndëruar në një emër të dashur për publikun shqiptar. Ajo nuk është më vetëm një këngëtare me zë të bukur, por edhe prezencë skenike, por edhe një artiste e kompletuar që çdo projekt e përgatit me ndjeshmëri, për kushtim dhe kujdes të veçantë, dhe kësaj here ajo është gati të na dhurojë një tjetër pjesë të shpirtit të saj. Baby është titulli i këngës së saj më të re, një projekt që ka filluar të marrë jetë muaj më parë në heshtje larg bujes mediatike, por me shumë dashuri në çdo hap. Dje në mbrëmje dhe sot në mëngjes, Egli njoftoi përmes faqes së saj zyrtare dhe grupit të fansave në Instagram se kënga do të publikohet ditën e nesërme gjatë orëve të para të mbrëmjes. Një njoftim i tillë nuk kaloi pa bujë. Menjëherë pas publikimit, rrjetet sociale u mbushën me komente pritje entuziaste dhe ndjenja nostalgjie. Sepse kur Eglitako sjell një këngë të re, publiku e di që nuk bëhet fjalë më për muzikë, por për emocion të pastër. Do me thënë, Eglitako e ka bërë të ditur, ju po shikoni edhe momentet nga videoklipi që janë fantastike. Do me thënë që Egli është e bukur në të gjitha format e saj, ditën e nesërme do të sjellën videoklipin më të ri. Por këtë herë Egli nuk është vetëm në këtë rrugtimin muzikor, ajo vjen me një bashkëpunim artistik me Sergjon, një këngëtar që me zërin e tij të thellë dhe të ndjerë ka arritur të prek mijëra zemra. Dy zëra që kur bashkohen krijojnë një kimi të rrallë, një atmosferë që nuk kërkon shumë fjalë për t'u kuptuar. Baby nuk është një baladë e zakonshme, ajo është një rrëfim, një histori dashurie e pashprehur deri në fund, një përshpëritje në mes të natës, një letër që s'u dërgua kur, teksti i këngës i përshkruar nga burime të afërta, është thjesht por dhe i thellë. Fjalët flasin për një ndarje që nuk u përmbyll siç duhet, për një ndjenjë që mbeti pezull, për një baby që ende jeton në momente. Dhe për ta sjellë këtë ndjesi në mënyrën më autentike, klipi i këngës është realizuar në Bregdetin shqiptar, aty ku qielli përqafon detin dhe valët janë të vetme dëshmitar të emocioneve, që nuk u than kur me zë. Pamjet janë realizuar gjatë orëve të arta të perëndimit. Kamera ndjek Eglin ndërsa ecën buzdetit me apat ngadalë, të menduar me sy që kërkojnë përgjigje në horizont. Skenat janë realizuar në një stil kinematik. Asgjë nuk është e rastishme, që nga dritat natyrale deri tek nuancat e ngjyrave që përfaqësojnë kujtimet, mallin dhe mungesën.
Sergio shfaqet në skena të ndara duke sjellë simbolikën e ndarjes dhe dy shpirtrave që janë ende të lidhur edhe pse larg. Veshja e eglit është një tjetër element që ka tërhequr shumë vëmendjen, e thjesht por tepër elegante, e bardhë por me detaje të errta, një përzierje kundër shtimeve që përfaqëson saktësisht temën e këngës, dashuri dhe dhimbje, pranë dhe larg, e thënë edhe e pashprehur. Duke zgjedhur të sjellë një balatë gjatë muajve të verës, Egli Tako ka bërë një zgjedhje artistike të guximshme, në një kohë kur shumica artistëve fokusohen në këngë verore me ritme të shpejta, kërcime në pishina dhe klube nate. Egli vjen me një projekt të thellë që të ndalon të bësh të mendosh dhe të kujtosh, edhe ndoshta edhe të qash. Por ndoshta kjo është ajo që e bën Eglin kaq të veçantë. Ajo nuk ndjek modën, ajo e krijon, ajo nuk djen zhurmën, ajo sjell qetësinë, ajo nuk bërtet për vëmendje, ajo të tërheq me heshtjen e saj. Në një analizë më të thellë, Baby është më shumë se sa një këngë, është një mesazh për të gjithë ata që kanë humbur dikë e që kanë dashur me zemër. Është një përqafim për të gjitha zemrat e thyera, është një thirrje për ndjenjë në një botë që shpesh haron të ndjen. Pritshmërit janë të mëdha, fansat janë të emocionuar, artistët e tjerë janë kurioz, të gjithë presin se çfarë do të na sjellë Egli dhe Sergio, por një gjë është e sigurt, Baby do të jetë një udhëtim emocional që nuk do të harohet lehtë. Ndaj bëuni gati, nesër mbrëma një dritare e re e ndjeshmërisë do të hapet. Egli Tako dhe Sergio vinë me Baby, një këngë që nuk është thjesht për të dëgjuar, por për të ndjerë deri në thellësinë e shpirtit të saj. Do ta ndjekim këngën më të re, një këngë e cila do të na pushtojë zemrat në fakt ditën e nesërme. Unë jam shumë i bindur që do të jetë një hit i papar. Eglin e ka marrë, në fakt malli e ka marrë publikun për Eglin që ta dëgjoj dhe të sjellën këngë të bukura dhe shumë shpejt do ta shohim Baby, një këngë e cila do të na kënaq. Unë e di që do të ketë nuanca për gjestin, unë e di që do të ketë pika për gjestin, sepse më Baby se gjesti nuk është askush tjetër, kështu që me përkëdheli, Egli ja kushton këngën dashurisë. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, sa më shpejt të bëjmë 100.000 subscriber për të bërë një grup edhe më i madh.